Tregtimi zhvillohej përmes ankondeve, aspektojnë nuk kërkonin licenca nga CRE për tregtim. Baza ligjore ka ekzistu dhe në atë raport si pe ke parë se ke shkelja që këtë është duke bërë përkohësisht me kërkesë autorizim në koordinim të drejtorit operativ të korporatës energjetike dhe kryeshefit ekzekutiv për një periudhë të caktuar, mbas edhe mbulua edhe detyrat e drejtorit operativ për sa i përket menaxhimit të kapaciteteve dhe dhe shitblerjes të energjisë elektrike. Për shkak se drejtori operativ gjatë kësaj periudhe ka pas marrë detyra shtesë në menaxhimin e divizionit të prodhimit të qeverisë. Më vazhdon kjo detyrë përkohësisht. Përpos detyrave të tjera, procesi i tregtimit zhvillohej përmes ankondeve ditore apo mbas nevojave kurdo që ka pas të pritës të energjisë elektrike dhe kurdo që kishte nevojë të importohej energjia elektrike nga korporata energjetike të Kosovës. Kryesisht gjatë periudhave kur ndonjë njësi kishte rënë nga prodhimi në mënyrë të paplanifikuar. Tregtimi zhvillohej përmes ankondeve, mes rast çdo herë kurdo që kishte nevojë të zhvillojë tregtimi, ftesa ju dërgohej të gjitha palëve me të cilat korporata energjetike e Kosovës kishte nënshkruar kontratë gjenerale EFET, bazuar në formën e përcaktuar nga Federata Evropiane e Tregtorëve të Energjisë. Në ndërkohë, pasi u paraqit kjo çështje e licencimit për cilën besoj që edhe sot jena këtu, kam kuptuar që nga periudha kur kishte filluar tregtimi përmes këtyre ankondeve që do të thotë viti 2018, nduket diku ka qenë, Korporata Energjetike e Kosovës nuk kërkonte licencim nga CRE për t'i përfshirë këto palë në proces të tregtimit. Pastaj kam kuptuar për më tepër që edhe palë tjera apo kompani tjera që tregtojnë energji elektrike në Kosovë, duke përfshirë edhe Keskon, Kjetsin, Kostin, të cilët e bënin shumicën e tregtimit të energjisë në Kosovë, pasi që, si thash edhe më herët, korporata vetëm një pjesë të vogël të energjisë ka tregtuar në Kosovë, ndërsa shumica e importit dhe eksportit në filloi nga këto palë tjera, aspektojnë nuk kërkonin licenca nga CRE për tregtim. Me sa po njohuri, ligji në cilin është shtirë CRE, ku ka kërku, bazë cilit kërkohet licencimi, ka hyrë fuqi në vitin 2016. Gjithashtu edhe procedurat e tregtimit ka aprovuara nga CRE, ku kërkohet licencim, ka hyrë fuqi vitin 2018. Që si pasojë bjen që baza ligjore ka ekzistuar
e njëjtë si në vitin 2022, pasi që kom pushu këtë funksion, kam informat dhe kom pas një hori që Zerek ishte dërguar dikun 9 orë, apo në 8 orë 9 orë të vitit 22, draft raportin e monitorimit, që i kishte filluar tash në maherë dikun majnë duket. Dhe në atë raport, si pe ke partë se ke shkelja që kekës duke bërë me palet për të cilët Zerja deklarante se nuk ishte lëshuar licencë dhe deklarante se ishte me shkelje ligjore. Në këtë rast, lidhëm me këtë raport, me këtë kryeshefi ekzekutiv e forman një grup punus, cili do të përgjigjet të gjitha pikave, do të shqyrtonte dhe të përgjigjet të gjitha pikave të monitorimit, të këtij raporti. Dhe unë kam qenë pjesë e këtij grupi.